Të nderuar përfaqësues të medjave, sot për Tetovën është një rast i veçantë, për mua personalisht një emocion i veçantë që këtu nga obori i shkollës mesme të tekstilës po promovojmë apo zbulojmë muralin e një modeli të rëndësishëm për Tetovën dhe tetovarët dhe për gjithë shqiptarët, siç është Nidim Bajrami, përfaqësuesi i kombëtarës shqiptare. Me këtë mural ne duam që gjithë të rive t'ju japim një model që si ata të kenë sukses. Edhe një herë falenderit Nedimit me gjithë angazhimin e tij, jeti kohë që sot jetë në mesin tonë dhe këtive të rive t'ju jap një emocion të veçantë. Falenderit Nedim. Nedim, si ndihesh në Tetovë, çka do të thotë ky moment për karrierën tënde? Si ndihesh në Tetovë, çka do të thotë ky moment për karrierën tënde si futbollist i kombëtarës shqiptare? Ndihem sot shumë i lumtur, domethënë të jem sot këtu në Tetovë, jo vetëm unë vetë, por gjithë familja ashtu. I shoh gjithë njerëzit që janë të lumtur edhe kanë ndjekin domethënë sportin dhe uroj gjithëve shumë sukses. Diçka tjetër? Doni porosi për tetovarë? Nedim, edhe një pyetje. A vën ndonjëherë do e vesh panellën kuqezi për shkëndijë? Tetovës. Karriera është e gjatë shumë, po si dihet kur futbollit, kështu që unë jam për momentin e Rangers, fokusi është aty edhe Shkëndijës u uroj shumë suksese. Nedim, një porosi për ta të rritë, të cilën do të gjeni kundër të Nedim Bajrami. Një porosi për të rritë, ju uroj shumë sukses, domethënë atë rrugën e gjatë që e kanë, se unë e di që apo hek, domethënë është rrugë e thjeshtë, po duhet me punu shumë, duhet me besu, edhe kur mos të bërzu, se me punë mund është me arrit gjithë gjërat në jetë. Dhe mbes shpresa që Shqipëria të kualifikohet në botror. I kena edhe 3-4 ndeshje, domethënë si dihet kush futbollit, po ne do hapim maksimumi fush edhe inshallah kualifikohemi. Inshallah. Faleminderit. Falenderit. Faleminderit.